probleme shëndetësore, lëndime trupore dhe shqetësime të ndryshme mjekësore. Këto raportime alarmante kanë ardhur nga një numër i madh njerëzish pas protestës masive studentore 15/15. E mbajtur më 15 mars në kryeqytetin e Serbisë një nga demonstratat më të mëdha në historinë e vendit. Dhe arsyeja, një pretendim tronditës që ka nxitur teori të shumta akuzat se është përdorur armë sonike. Le të hetojmë në detaje se çfarë ndodhi atë natë dhe të shqyrtojmë teori që e rrethojnë këtë incident misterios. Ja sam bio u Kralja Milana, negde otprilike kod broja 9. Bio sam blizu trotoara, bio 11. minut, znači bila je relativna tišina, uspo neki zvuk i tu i tamo i onda je se samo jedanput počelo nešto dešavati iza mene, onako je kao prošišao i nastavio tako. I tako je negde ono što je bio vizual pratila i ta masa, prosto je pratila svojim tim žustrim pomeranjem, skakanjem. Neki su ljudi pali u toj panici, bilo je strašno. Kad je to prošlo, onda je bilo onako mnogo nekih onako uzdaha na sve strane, ljudi su nekako dolazili do daha i mnogo njih je onako viknulo šta je ovo, šta je ovo, šta je ovo, šta je ovo bilo, šta je ovo bilo. Megjithatë, presidenti i Serbisë, Ministria e Punëve të Brendshme dhe institucionet tjera kompetente e mohojnë këtë. Por çfarë ndodhi në të vërtetë atë natë? Neko mora krivično pravno da odgovara za širenje takvih brutalnih dezinformacija, pokušavajući da obmane celokupnu javnost, unese nemir i nastavi sa izazivanjem nereda na teritoriji Republike Srbije. Qytetarët e Serbisë, por edhe Komisioni Evropian presin që institucionet kompetente të hetojnë rastin. Dhe pastaj fillon të intensifikohet situata. Zëvendës kryeministri dhe ministri i punëve të brendshme Ivica Dačić fillimisht deklaron se nuk posedon asnjë top zanor apo ndonjë armë tjetër të ngjashme, por më pas e kundërshton veten duke pranuar se policia megjithatë posedon armë sonike, por kur nuk e ka përdorur atë. Dačić gjithashtu bën thirrje publike për Byron Federale të Hetimeve që të ndihmojë në analizën profesionale të këtij rasti. Dhe pikërisht atëherë në media shfaqen edhe fotografitë e automjeteve të gjandarmërisë ku janë të montuar pikërisht ato topa zanor LRAT, ekzistenca dhe përdorimi të cilëve fillimisht u mohua. Pastaj papritur shfaqet një video ku Dačić demonstron se si përdoret një top zanor. Dhe ndërkohë që shumica është e bindur se kjo është ajo, që qeveria serbe ka përdorur topa zanor dhe që nuk ka vetëm një, por 16 siç thot Marinika Tepić, merr fjalën edhe prodhuesi i topave Genasis, i cili thot Savion. Video dhe provat audio që kemi parë dhe dëgjuar deri tani nuk mbështesin pohimet se LRAT është përdorur gjatë incidentit të 15 marsit në Beograd, Serbi. Akoma nuk e di me siguri se çfarë ka ndodhur më 15 mars në orën 19 në rrugën Kralja Milana. Por nuk mund të pyes veten se për çfarë lloj arme bëhet fjalë dhe nëse Serbia po bëhet një vend për testimin e armëve inovative dhe me çfarë koste.